Lidhja ime me letërsinë është jashtëzakonisht e pandashme tashmë. Kum fillu në moshën 14 vjeçare më marr me letërsi. Kum fillu spontanisht. Shumë mirë. Mandej më ka shoqënu këtë kohën, më ka bë pjesë e pandashme këtë kohën. Sa më shumë që kanë kalu vite, sa më shumë që kum bë moshë, jam mundu me ofru letërsi më të mirëfillt edhe krijime më të mira letrare. Si 15 vjeçara të botë nuk disha shumë gjona ka letërsia. Kupton, diçka e re. Ish entuziazmi i flakt, mirë po shumë gjona i kisha të paqarta. Tu taku me krijues të ndryshëm, me krijues të mirëfillt. Unë vi prej qytetit Gjakovës, që është një qytet i artit, i kulturës, edhe i emancipimit, kisha me thonë. Edhe prej këtij qyteti kanë dalë figurat më të drejtura të kombit. Kanë dalë ata që unë i kam si idol. Kisha me thonë, njëri prej tyre është Ali Podrimja, që më ka lënë brez të jashtëzakonshme me stilin e tij të shkrimit, me mendje përcjellsinë e tij, me larg pamësinë e tij. Edhe jam frymëzu kohët fundit kanë ndiku normalisht rrethanat, edhe ajo trysnia emocionale, kurse ne artistat kur kemi trysni emocionale munduam me shpreh përmes artit. Kuptohet. Me një farlloj katarze, një farlloj shprehje shpirtërore, edhe na pengojnë padrejtësitë, na pengojnë gjanat që të ndojnë shoqërinë dhe vazhdimisht të mundon ai gjakimi i shpirtëror. Po, këtu do doja të nxjerrja dhe theksin e diskutimit me ju. I takoni krijuesve të rinj, çfarë ju përcjellni në shkrimet e juaja? Si doni ta bëni, si jeni përpjekur ta bëni lidhjen e lexuesit me mesazhin që ju keni përcjellur në secilin shkrim tuaj? E dim që arti është për një botë më të mirë. Dhe si i ri jam mundu që përmes artit, me mesazhe përçuese, sensibilizuese, me ndiku të gjeneratat e reja, më mundu që me fuqizu vlerat, se fatkeqësisht kohën e sodit nga pak po zvetnohen vlerat në vendin tonë. Ushtarën jetë shumë materiale, shumë si me thonë glamuroze ashtu, kurse gjonat shpirtërore po na mesin mbrapa. Kuptohet. Dhe mundona përmes artit me lënë mesazh të mirë, me lënë shembull të mirë që gjeneratat pasuese gabimet që i kom bënë, ose përpecit që i kom pasur, ose sfida që i kom pasur, të mos i kenë ata. Sepse jeta është, e dim që jeta është me plot papritna, jeta është sfilitse, dhe një mundu një farë mënyrë me dhënë këshilla pozitive. Ju keni shëtitur edhe në zhanrin e esesë. Eseja është një zhanër i vështirë për t'u gjendur në rolin e një krijuesi të mirëfillt. Më trego, çfarë tipi të esesë jeni përpjekur ta shkruani dhe ku keni ndaluar më shumë? Fillimisht kum fillu ese, domethënë meditative, filozofike. Filozofi humane, jo ashtu diçka të vështirë. Eseja është gjini letrare që shprehesh më shumë. Domethënë mundesh më shpreh më gjatë. Kurse poezia është pak më e cungune. Edhe tek libri, për shembull, libri 7 Voglushim, është ese filozofike. Aty jam mundu që cila është ajo filozofia brendshme që e ke përcjell ti të lexuesi përmes kësaj gjinie? Sepse unë besoj që është e vështirë me kalu prej një zhanri në një zhanër tjetër. Është pak sa specifike. Domethënë te libri 7 që është me esej filozofike, titullin e mban Voglushim. Jam mundu të kaj libër mes më konë që lloj tutori. Që me çdo kusht me qakët tjetë dominues, duke e shpërfaqur atë tutelën prej një predikuesit bezdishëm. Po edhe aty e mundu pak domethënë me thonë mesazhet më të qarta. Jo shumë filozofi e vështirë ashtu, domethënë më kuptu edhe prej e qasshme, e kapshme për lexuesin e secilës grup mosh. E kapshme edhe për grup moshat e tjera. Mandej tek libri tjetër, te Biseda Shpirti me babën,
Aty është më shumë esej meditative, filozofike, është pak ma vështirë nështë për moshat e reja, po gjdo shkrim ose gjdo thonje ose gjdo gjon që kam shkru, e ka fshet një mesazh. Edhe fshihet mesazhi edukativ. A je në rolin e autorit, rrëfimtarit apo personazhit këtu? Tash për shembull tek libri 8 Po. Janë ma shumë monolog spiritual. Monolog. E kom qitë veten edhe në pozitën e prindit, po edhe të fëmijës. Do me thonë që shia prindi këshilla fëmijës dhe fëmija i merr ato këshilla. Po arti e lën me bo këso manovra, këso revizje. E bukur është kjo. Më trego pak për titujt e librave tjerë që ti ke zgjedhur, ti promovosh sot përmes këtij emisioni që gjithsesi gjithmonë ka për qëllim të promovoj talent të ri në letërsi, por që synojnë të prekin shumë suksese. Këtu i kam, do me thonë, 6 prej 8 botimeve, në munges 2 që nuk kam pas ekzemplar. Libri por, Vargje përkushtuese ni, dominon tematika patriotike advetare. Është libri 2 Vargje përkushtuese 2, do me thonë që këtu e kom bo një lloj kapërcimi, kom dal pe advetarës ka tematikat sociale. Libri 3 është Në detën e dashurisë e të thenjes. Vetë titullin Në detën e dashurisë, do me thonë, kom shkru për dashurin mes familjes, dashurin për kombin, po dashurin edhe mes qifteve, me pas një harmoni. Tek libri i 4, Kur shpirti ka etje, edhe atë libër mungon këtu nuk është libër edhe që ka të bëj me dashurin mes djalit edhe vajzës. Libri 5 po ashtu është tematike dashurisë. Libri 6 është esej, ka për dashuri po edhe tema filozofike. Libri 7 është më i arrirë, është më shumë kështu mesazhe sensibilizuese. Libri 8 është, si me thonë, monolog spiritual. Po, nëse i pyet këngëtarët, çfarë ndryshon kënga juaj sot me këngën e parë, ata shumë prej tyre thonë, s'do doja ta kisha, kishte shumë ndryshime e kështu me radhë. Te krijuesi duket sikur nuk qëndron kjo, se ata janë të kënaqur me secilin krijim tyre, por gjithsesi pak me ndryshimet ose zhvillimet të cilat i kanë bërë. Si qëndron situata me ju? Të kujtohen poezitë e para dhe sa duken se ato kanë qenë të kompletuara në raport me mënyrën e shkrimit që bëni sot? Me tregu drejtën, më kujtohen poezitë e para. Nëse nuk gaboj, Pranvera ka qenë poezia e parë që e kom shkru. Atje në fshat kemi një natyrë kogja frymëzuese ashtu. Aty u frymëzua. Aty u frymëzova. Atë botë mësuesi asaj kohe na kishte dhënë detyrë shtëpie me shkru një poezi prej vetës. Po. Edhe mu më lindi ideja, e shkruava një dikur, po e pava që kom, nëse munda me qujt dellë, se kom frymëzim, i krijova 15 për një ditë. Shishi. Për natë kohë ndoshta nuk kanë qenë edhe dopta për moshën, se jenë shkruar në moshën 14-15 vjeçare. Por nëse e shikojmë për kësaj perspektive, normalisht që ka ndryshuar. Ka ndryshuar në mënyrë drastike. Po, keni idhull ju, e thatë që keni shkruar edhe për e doni Ali Podrimën edhe keni shkruar për të madhin Podrimja. Po i lexoj vetëm 2-3 vargje edhe pastaj do të më tregosh pse të pëlqen ty poetika e Podrimës edhe vargu edhe shkrimi i tij përgjithsisht. Ditën që mbyllë syt, dielli u përhap befas në horizont. Qyteti u shtang mbuluar me petkun e zi. Klithëronin pa pra, pa pushim, sheshet, librat, mitingu i poezisë. Kosova doneste për birin e vetë, që ja mbylli dëshirat e heshtura e dallgët e netëve të pagjumta. Vërtet bukur, sepse mitingu pa Podrimin pikrisht pa kësaj mange. Njëri prej themeluesve të këtij institucioni kaq me rëndësi. Gjithçka e heshtur. Çfarë të pëlqen? Çuditërisht Podrimi më kalon bresa
edhe ku nuk e kom njohur poezinë e tij. Se Podrimi Aditit I shkruaj natyrës saq bukur, edhe të na jep atë poezinë aq të bukur, mos flasim për lumin më vonë, që është kryevepër, por edhe disa vargje shumë të bukura, guri guron në gurin, që ishte një varg që fliste shumë e shumë I thjesht për tu të njëjtën poezi që po e përmend ju, e kom pas në temë fakultet. Edhe e shesha se të bashkëmoshatarët nuk e kuptojshin thellësinë e mesazhit. Edhe ju do ke poezi mos ta quajmë ashtu pak e bezdisshme. Çuditërisht prej domethënë moshës re më kalon bresa se te Podrimja I shoh do gjona që nuk I shoh autor tjerë. Për shembull, thellësia e mesazhit tine, lirimi I poezisë pe figurave metrike, totalisht, domethënë ai demoni I brendshëm që mundon. Domethënë Podrimja del sheshazi me mesazh të qartë, ta sjell fjalën letër, jo më fsheh shumë kanë janë mas figurave letrare. Edhe përmes një poezie tine domethënë ta shpjegon gjendjen e popullit. Po. Miq Kosovër gjakojmë që nuk falen. A vritën pllumbat bre. Domethënë sa I lexoj emocionona shumë sepse janë vogje që më prekin shpirtin. Janë vogje që më thellojnë në botën e mendimit. Po. O shkrenari me pas poet till, edhe nuk duhet asnjëherë mu zvetnu vepra tyne, po duhet më fuqizu vepra tyne edhe mundësisht me mujtë më shku rrugës tyne. Po. Fez, tregu po ofron një laramani të poetëve dhe krijuesve. Në mitingun e poezisë, me që është një ngjarje e cila ka për masa të mëdha, por kemi fatin ta kemi edhe ne në Gjakov të organizuar çdo vit, po dalin në pa poet të ndryshëm. Jo ata të cilët përgjatë vitit ndoshta duket sikur janë heshtur. A do thot kjo se krijuesi duhet bëjnë përpjekje që të jenë shumë origjinal në shkrimin e tyre, që vargu, proza, poezia, cila do qoftë ajo që e ka servuar, të jetë më afatgjate? Tash për shembull, rrjetet sociale ju kanë ofruar mundësi gjithkujt për më shkruar, për më marrë me lloje të ndryshme të artit. Kuptohet. Fatkeqësisht origjinaliteti shpeshherë po zbehet edhe po jetë jashta. Për me kriju poezit mirëfillt edhe art të mirëfillt nuk është edhe e lehtë. Domethënë duhet me pas një përvojë të shkrimit, me pas një përvojë të leximit. Edhe tash ju ka ofruar mundësia gjithë secilit, mirë po vlera herë do kur mbetet. Vlera sepse pseudo vlerat po dalin shpeshherë në pas, si në letërsi, si në muzikë, si ashtu, ama mendoj që arti I mirëfillt, arti I arrir, herë do kur do ta zëvendin e merituar. A keni provuar shkrimet e juaja t'ja servoni ndonjë kritiku letrar për të marrë ndoshta edhe mendimin e tij në aspektin e letërsisë? Po, patjetër. Se sa keni përmbushur ato parimet e letërsisë? Patjetër, gjithsesi unë edhe pse kam një përvojë tash 13 vjeçare me letërsinë, gjithmonë I them kritikut letrar, nëse libri nuk është I cilësisë duhur, ose nëse libri I tet nuk është më I mirë se libri paraprak mos ma vëto. Sa bukur. Edhe gjithmonë e kam si shpërhi, si me thonë, e kam recenzentin, e kam lektorin, e kam kritikun letrar, edhe jam shumë vetë kritik. Nuk kam dëshirë, tash për shembull I kam edhe 2 libra si I vetë kënaqur, kërkon. Gjithmonë artisti e kërkon më të mirën, se tash unë lexoj për të mëdhave për shembull. Momentin që e lexojmë Ali Podrimin, momentin që e lexojmë Kadarejn, momentin që e lexojmë Zia Qelin për shembull, janë figura pjedestale të kombit. I kanë arrit mohet letërsi. Edhe nëse na e krahasojmë veten me ta, libri jonë del shumë I zbet. Për këtë arsye mundona tash me botu ma rrallë, se këm konë më konë ma entuziast, kisha dëshirë veç bëta. Tash e këqyri cilësin e jo sasin.
Kjo është është detyrë ndoshta e secilit krijues kur ta arrin atë pjekurinë kulturore, pjekurinë e shkrimit, sepse atëherë nuk don numër, por don cilësi edhe shkrim i cili do të ngjall vëmendjen e të tjerëve. Na fole pak për tematikën, por jo edhe për personazhet. Si ndërton ato personazhet? Janë personazhe fiktive apo jo? Si manipulon ti me lojën tuaj në brenda veprave? Të them vërtetën, ndoshta jeta ka bë rrethonat kanë ndiku, rrethonat e disfavorshme. Shumicën e krijimeve, 80% janë bazuar në ngjarje të vërteta. Kum pa për shembull dukuri negative në shoqëni, kum pa padrejtësi, kum pa gjona dhe gjithmonë një mundu mi luftu përmes artit, përmes shkrimit. Ke marrë parime nga realistët? Po, ku marrë parime. Tregova ma jetë artistin e mundon. E mundojnë gjonat e këqija, e mundojnë antivlerat. Edhe nëse shën një padrejtësi dikun, me njëherë është ajo që e brejnë shpirtnisht, sepse artisti ka botën e ndihshme. Më trego, ju jeni edhe me profesion psikolog. Si keni ndërlidh këto dy profesionin edhe pasionin? Si a keni bashkëdyzu këto dyja bashkë që me arrit me nxjerr më të mirën e mundshme? Edhe atë ka shërby psikologjia në varg? Ose se apo ndonjë psikologjia më ka shërby. Megjithëse shkrimet e mia disa për shembull janë pakës ma të dhimbshme, ma të rënda. Psikologjia na mëson me qenë gjithmonë pozitiv. Tash kur përmenda ma herë për shembull Alipodrimin. Tash jeta e tij, rasti që ka pas, ka kriju shkrime shumë, poezi shumë të rënda. Domethënë dhimbjen e vet e ka transmetuar te gjithë. Tash normalisht dhimbja e tij do lëm pellim të tjera, po edhe ne kam pas për shembull raste që jam zhgënyer në jetë edhe e ki shpreh në varg. E kom shpreh në varg, megjithëse psikologjia gjithmonë na mëson për me qenë pozitiv, për me tregu mas mirë lidhjen e psikologjisë me letërsinë është ky libër, që edhe pse ka zhgënim, ka patos, ka domethënë ka shkrime shumë sfilica, ashtu më thonë, prap mesazhi, po lutem. Mesazhi në fund të librit është që për të gjallin asnjëherë nuk mbyllen dyert e jetës, edhe gjithmonë ka diell, ka shpresë. Gjithmonë ka diell. Ka diçka nga personalja këtu? Po, gjithsesi ka edhe nga jeta personale. Po. Sado që mundona në vargje ka pak me shrej ato me fshej. Me ik atyre, po. Po stilistikën e do? E fut brenda veprave tuaja? Po, figurat, po. Po, edhe kusht pëlqen më shumë, ku e gjen veten? Metafora, antiteza, Pse ke dëshirë të bësh në kundërvënje mendimet, sepse antiteza është figure kundërvënjes. Kundërvënjes. Po. Edhe ironinë e përdori shumë. Sidomos shkrimet e fundit, ndoshta ku marr pak të Podrimës. Po shoqërua me groteskën apo vetëm ironinë? Ma shumë ironi. Se ato dyja sikur bëhen më thella kur shkojnë ironi, sarkazëm, grotesk bashkë njëra me tjetrën. Çka ironizon më shumë? Dukurit, fenomenet, individët? Dukurit negative mas shumë ti. Dukurit negative. Për shembull Bile e kam stash në një poezi që nuk është pjesë e këtyne libra, është pjesë e librit 9. Kritiku letrar ka bë fjalën e vet. Domethënë thirret kështu, pse jeta ime me sjell shira të rrëmbyeshëm, andralla kapitje. Ti e di sa kam gjakim për diellin, dritën, editorin. Nga ditë gjakoj që të mos ndalet drita në kull, fylli barut, të mos shtarojnë krojet. Dhe më thonë, për dallim për këtyne shkrime është ma thellë, është ma filozofike, po është aja bota mrenshme se nuk në letë qëtë. Mundohem, e kom aty edhe një shprehje tjetër, në shastisje kohë, e desha artin të bukurin. Me një kafe espresso, zhytesha në oqeanin e thellë të mendimit, hapësire pa fundme. E ti jeta ime,
më fajson që nuk bëra më tepër, që kotësit e stërkallat e kohës nuk arrita t'i ndalë. Pse kërkon gjëra që nuk mund t'i bëj? Nëse s'kam njohet në rrugë, vetëm të t'ja fshi lotët kam arritur. Të lutem, mos më fajso, jashtë lëkurë nuk mund të dalë. Ua, sa e bukur. Sa e bukur, faleminderit shumë. Faleminderit për zëvendësisht. Feze dhe diçka, ke promovuar këta tituj, i ka publiku në duar, je përpjekur t'i shpërndash në për biblioteka shkollore ose librari? Në pamundësi të ekzemplarëve të mjaftueshëm, shumicën e promovime i kam bën media. Me thonë drejtën nuk kam bë promovim kështu të mitingu i poezisë, më kanë kritiku për këtë punë. Po edhe unë do të kritikoja këtu me gjithë këtë... Me thonë drejtën, isha edhe në fakultet me do angazhime andej edhe ish kjo entuziazmi vetëm e votuajt se i promovojmë. Ani tash koha e mitingut është në dispozicionin tuaj deri kur të vije maji për me arrit me promovu vetën me diçka të ngjajshme. Kjo këtu më bëri përshtypje kur thua do të mundohesh ta shikosh vetën, por ajo është shumë larg, madje përtej syve të tu. Vetja është oqeani më i thellë e më i pafund birë. Ky është komunikimi me të atin. Se doje të komunikoje në këtë formë? Do të mundohesh ta shikosh veten, por ajo është shumë larg, madje përtej syve tu. Vetja është oqeani më i thellë e më i pafund birë. Pse? Filozofë të ndryshëm, Hegeli, Kanti e gjithë, kanë thonë nuk është e rëndësishme me njoft kozmosin, me njoft planetet, po është e rëndësishme me njoft veten. Në momentin që e nje veten, e nje thellësit e qenjes tonë, e nje kapacitetin tonë, se njeri është i pajisur me gjitha gjanat, universi, ti dhe me thonë gjitha sfidave ju bën ballë. Vetja është oqeani më i thellë e më i pafund birë, nëse nuk e nje veten. Se na në jetën e përditshme esim somnabull. I shikojmë gjonat në sipërfaqësi, i shikojmë gjonat në dukshmëri, jo në thellësi. Jo në thellësi. Ne nuk e njohim veten shumë. Nuk e njohim veten se njeriu është kryekrej i vetvetes edhe njeriu është ai që mundet me çu veten pjedestal, po mundet edhe me fundos veten. Ti në momentin që bë gjona të këqija ti e ka fundos veten. Je kundër vetes tonë. Do të mundohesh ta shikosh veten, por ajo është shumë larg, madje përtej syve tu. Vetja është oqeani më i thellë e më i pafund birë. Aty ku shfaqen magjitë, aty ku edhe misteret e enigmat e kohës mund të gjejnë zgjidhje. Enigma do të thonë nëse diçka për neve duket e parëtshme, nëse ti e nje veten edhe nje aftësitë e tua dhe afinitetet e tua, ti mundesh me arrit. Po nuk arrit këtë të kapërcesh, nuk mund të jetosh birë. Nuk mundesh me jetu do të thonë i lumtur nëse nuk mundesh me lënë gjuhën pas, sepse jeta njerëzore është me lënë qëllime. Ne jemi ardhur në këtë botë me lënë diçka të mirë. Dhe këtë ti përpiqesh ta bësh përmes vargjeve, përmes shkrimeve, përmes artit, se tregova mirë edhe me arte të tjera. Po, këtu doja me muzikë apo? Po, me muzikë. Shohim këtu e kemi në piano apo? Kom përfundu pak edhe për solo këndim, po ma shumë për piano. E ke solo këndim, ke provu, do me thonë, me dalë në treg, apo vetëm për... Në fazë fillestare. Në fazë fillestare. Mirë, po dëshira tjera, pun tjera ditore tuja, si janë të lidhura? Çfarë bën tjetër për posë që shkruan? Përveç shkrimeve... Se shok tu edhe certifikata që keni marrë. Po, ka marrë mirënjohje, do me thonë, e vlerësime në Spanjë, në Indi, këtu në Patruja Shqiptare për djetë. Sepse këto ke marrë pjesë me ndonjë shkrim tuajën dhe je mirë. Po, patjetër. Është revista, do me thonë, Azhar, që në Spanjë, që disa vite që... Do me thonë, është përkthy, krimtaria juaj është përkthy. është përkthy, do me thonë, edhe në Itali, edhe në Angli, edhe në Spanjë. Nuk e kom marrë gjitha mirënjohet, po... Ti bëjmë pak më të qarta edhe të publiku, disa prej këtyre njohjeve. Zakonisht nuk rri pasiv,
Momentalisht rrjetet sociale nuk jam të i përdor si ma herë shkoku i angazhime, po kam një kanal në YouTube. Aty publikoj gjana që mendoj se i konsideroj që mundet, se të publikoj mundet m'ja dhon hakin, apo din. Aty publikoj ko pas kohë shkrime, arritje, publikoj instrumentale, muzikore, shka do që dikuj mundet me hynë punë, me mësu edhe kanë gratis. Do më thonë ti përpiqesh të hysh në treg edhe përmes shkrimeve edhe përmes muzikës, të bësh një artist më i kompletuar, a? Atëherë vetë të shkruash, vetë të komponosh, vetë të këndosh, si duket. Me një fjalë kam pasion e artin, une para se më marrë me shkrime, do më thonë si 2-13 vjeç, kom pas shtiprindin më bleni qifteli. Do më thonë muzikën e kom pas para shkrimit, po u bo që shu bo puna nuk u mujt me vazhdu. E tash i kom si hall katë pandashme, si pjesë komplementare, nuk muna me das asë njën ta. Fez, faleminderit shumë që thjesht u bët pjesë e këtij diskutimi edhe të shojnë edhe të tjerët se ka t'jem të ri, të cilët krahas angazhimeve të tyre ditore, përpiqen të lëjnë vepra të mira në letërsi. Uroj që edhe ky botimi që keni në dorë, kur thatë vetëm fjala redaktorit edhe recensentit është bërë, të promovohet, pse jo, dyert e televizionit janë të hapura, gjithmonë paqi, suksese, sepse kjo studio këtu promovon gjithmonë njerëz të rinj të cilët bëjnë gjëra të mira. Ju faleminderit përzemërsisht për mundësinë. Ju dëshiroj edhe juve suksese, punë të mirë, mbarësi, nder dhe respekt. Faleminderit. Ndahemi këtu bashkë, kemi zhvilluar për disa minuta bisedën me Fez Demiri, një krijues i ri nga Gjakova, gjithmonë duke i uruar që të ketë suksese në vazhdimsi dhe ju mos nguroni. Lexoni këto krijime kaq të bukura për t'ia dhënë dritën jeshile edhe në vazhdimsi të krijimeve tjera. Mirëmbëjtje dhe vikend të mbar, natën e mirë. Se ma këthen shpinën jeta ime, si nuk e ndihen këtë boqim, dhimbjet o fshamat e mia kur ndërën moti. Pash besën më thuaj, si kur të ken lënë veshet sy. E she zogun në dek të thyra si dergjet me vjet. E she nga lengu i lotëve janë qelur filiza. E she përrend si gugullojnë, rëkëllima gurësh, gërvima, zbresin nga majë shkëllëzenit. Në lot deti, lëndrojnë anije, një ekipazh 2588 shpirta. Në djerës të ballit janë rritur djepa, lisa janë rritur, thik, deri në qiell. E ti, nuk i jep pes pare, jeta ime. Sa kokfort që jehoj, pa shtuk, qiell e det jeta ime. Mos na kthe shpinën. Janë vargje që më thellojnë në botën e mendimit. O shkrenari me pas poet till, edhe nuk duhet asnjëherë mu zvetnu vepra tyne, po duhet mu fuqizu vepra tyne edhe mundësisht me mujt më shku rrugës tyne. Fez, tregu po ofron një laramani të poetëve dhe krijuesve. Në mitingun e poezisë, me që është një ngjarje e cila ka për masa të mëdha, por kemi fatin ta kemi edhe ne në Gjakov të organizuar çdo vit, po dalin në pa poet të ndryshëm.
Jo ata të cilët përgjatë vitit ndoshta duket sikur janë heshtur. A do thotë kjo se krijuesit duhet bëjnë përpjekje që të jenë shumë origjinal në shkrimin e tyre, që vargu, proza, poezia, cila do qoftë ajo që e ka servuar, të jetë më afatgjate? Tash për shembull, rrjetet sociale ju kanë ofruar mundësi gjithkujt për më shkruar, për më marrë me lloje të ndryshme të artit. Kuptohet. Fatkeqësisht, originaliteti shpesher po zbehet edhe po jetë jashtë. Për me kriju poezi të mirëfillt edhe art të mirëfillt, nuk është edhe lehtë. Domethënë, duhet me pas një përvojë të shkrimit, me pas një përvojë të leximit. Edhe ta